Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti ora shënon 11, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim së bashku. Me një orë debat për procedurën ka nisur dhe kjo seancë sot me Kuvendit të Shqipërisë. Deputetë e opozitës kanë marrë fjalën dhe kanë shprehur rezerva për mënyrën se si ligjet sillen në kuvend me shpejtësi dhe të pakonsultuar. Në emër të grupit të Partisë Socialiste, kreu i tyre Taulant Balla propozoi shtyrjen e shqyrtimit të 4 projektligjeve që sipas tij kërkojnë një rakordim fjalë për fjalë me Bashkimin Evropian. Një mibim kanabis janë sekuestruar në një shtëpi bari të vendosur në një qendër biznesi pranë Superstradës Lezhë Laç në afërsi të kryqëzimit të Spitenit. Aksioni gjatorëve të natës nga policia e Lezhës ka vënë në pranga disa persona, ndërsa pronarët e ambienteve jetojnë në Itali dhe kanë lëshuar me qera. Qeramarrësi e kishte kthyer në laborator për kultivim kanabis. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot në rrjetet sociale disa prej momenteve të ditës kyçe të vizitës së tij në Izrael të 26 janarit, ku mbati një fjalim në parlamentin e Izraelit si i ftuar nderi. Rama e konsideron si ditën kur Shqipëria u vendos në pjedestalin e respektit më të lartë. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë i bëri jehosh shpëtimit e hebrejve në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Ne nuk i dham hebrejt tan, tha ai. Shoferët e kompanive transportuese nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali Zi dhe Bosnjë-Hercegovina po vazhdojnë edhe më 27 janar bllokadën e tyre në përpikat kufitare për trafikun e madrave. Pas bllokimit të daljeve një ditë më parë, tani transportuesit i kanë bllokuar edhe hyrjet në përpikat kufitare të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Shoferët janë duke bllokuar terminalet për mallra për shkak të ashpërsimit të procedurave për të hyrë në zonën Schengen.